إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet lavdërime dhe falënderimet I takojnë vetëm Allahut, atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Sot me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala do të flasim mbi vlerën e tauhidit, vlerën e njohshmërisë Allahut subhanahu wa ta'ala. Prej vlerave të tauhidit është edhe fshirja e gjunaheve për shkak tina. Për shkak se njeriu, muslimani, e njëson Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe nuk e adhuron askën tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala, nuk ja kushton adhurimin askujt tjetër përpos Allahut, Allahu ja fshin gjunahet. Allahu ja fal mëkatet. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, ata të cilët besuan dhe nuk e përzijën imanin e tyre, besimin e tyre me padrejtësi, me shirk, do të kenë siguri të plot, qetësi të shpirtit dhe largim të frikës ditën e gjykimit, nga çdo e keqe dhe nga çdo dënim, edhe do të jenë të udhëzuar në rrugën e drejtë. Pra, prej dobive të tauhidit, prej dobive të njohshmërisë së Allahut subhanahu wa taala, është se Allahu subhanahu wa taala do të na jep në botën tjetër qetësi, rahati në ditën e gjykimit, ndërsa shumë prej njerëzve kanë me pas frikë të madhe, kanë me pas trishtim të madh, se më të vërtet, trishtimi I ditës së gjykimit është trishtim shumë I madh. Brenga e ditës së gjykimit është brengë shumë e madhe, ndërsa muvahidët, njësuesit e Allahut në tokë, do të jenë të qetë, do të jenë rahat, nuk do ta kenë ngale. Përmes këtij ajetit, Allahu subhanahu wa taala po na mëson se muvahidat, njësuesit e Allahut në tokë janë të shpëtuar. Allahu do t'i futë në xhenet, do t'i mbrojë prej zjarmit të xhenemit dhe do të jenë të qetë, nuk do të kenë frikë, edhe nuk do të kenë shqetësim. Gjithashtu, thot pejgamberi alayhi salam në hadith, ai I cili dëshmon se nuk meriton të adhurohet askush tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, dhe dëshmon se Muhamedi alayhi salam është robi I Allahut dhe I dërguar I Tij, dhe se Isa alayhi salam është robi I Allahut dhe I dërguar I Tij, e jo Zot. Dëshmon se ai është I krijuar me fjalën e Allahut Bohu, e cila ju vendos Mariemës, dhe se Isa alayhi salam është shpirt I krijuar prej Allahut, e jo Zot. Dëshmon se xheneti është I vërtetë. Dëshmon se xhenemi zjarri është I vërtet. Këtë person do ta fus Allahu subhanahu wa taala në xhenet në gradën dhe shkallën që I takon sipas veprave që I ka bërë në jetën e kësaj bote. A ka shpërblim më të madh se Allahu me ta dhënë xhenetin? A ka begati më të madhe se Allahu ty me të fut në xhenet, me ta bënë nasib xhenetin, edhe me të mbrojtë prej zjarmit të xhenemit? Nuk ka. Nuk ka vlerë më të madhe se Allahu ti me të futë në xhenet. Çka është synimi kryesor I joni? Pse jena këtë botë? Me adhuru Allahun subhanahu wa taala. E si ta adhurojnë Allahun subhanahu wa taala ashtu siç duhet,
na fitojnë xhenetin. Gjithashtu thot pejgamberi alayhis salam në një hadith kutsi, thot se Allahu subhanahu wa taala ka thonë: o njeri, nëse vjen drejt meje me gjunohe sa madhësia e tokës, por nuk ke bërë shirk, nuk e ke adhuruar askën tjetër përveç Allahut, do të vi drejt teje me falje sa madhësia e tokës. Paramendoni sa është madhësia e tokës, sa e madhe është toka, dërsa Allahu ka më në ardhë me falje dhe me mëshirë, përderisa na e njësojnë Allahun subhanahu wa taala dhe nuk i shoqërojmë atij asgjë në adhurim. Pra, vlera e parë e tauhidit është falje e gjunave prej anës Allahut subhanahu wa taala. Tjetra është se tauhidi është mjeti dhe është mënyra më e mirë që na mi largu tensionet, mi largu mundimet dhe dënimet e jetës së kësaj bote dhe dënimet e botës tjetër. Pra njeriu i cili e njëson Allahun subhanahu wa taala është muahid. Ai ka iman dhe ka besim, beson caktimin e Allahut subhanahu wa taala, çka do që i vjen jetën e kësaj bote, çfarë do mundimi, çfarë do vështirësie, ai e kalon më lehtë. Sa ai e njëson Allahun subhanahu wa taala, e beson Allahun subhanahu wa taala, e beson caktimin e Allahut subhanahu wa taala, dhe gjithçka e ka më lehtë. Gjithçka e ka më lehtë muvahidi njësuesi i Allahut. Tauhidi të pengon nga qëndrimi i përjetshëm në zjarmin e xhenemit. Muvahidi njësuesi i Allahut në tokë, ai e adhuron vetëm Allahun subhanahu wa taala, i nënshtrohet dhe vetëm Allahut subhanahu wa taala dhe largohet prej nënshtrimit të krijesave. Muvahidi njësuesi i Allahut, ai nuk i nënshtrohet krijesave, i nënshtrohet vetëm Allahut subhanahu wa taala dhe askujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Tauhidi është mënyra e vetme ku njeriu e arrin kënaqësinë dhe dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. Se thot pejgamberi alayhis salam, kush thot la ilaha illa Allah me sinqeritet do të hyjë në xhenet. Pra kush thot la ilaha illa Allah dhe jeton dhe vepron me fjalën la ilaha illa Allah do të hyjë në xhenet. A ka më lehtë se me njësu Allahun subhanahu wa taala, me thonë la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, dëshmoj se nuk ka zot tjetër pas Allahut që meriton të adhurohet pas Allahut, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhis salam është rob dhe i dërguar i tij. A ka më lehtë se me njësu Allahun subhanahu wa taala? Me njësu Allahun subhanahu wa taala, me thonë la ilaha illa Allah, edhe me jetu me fjalën la ilaha illa Allah. Me jetu dhe me i vepru obligimet që Allahu na ka obligu pas fjalës la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Dihet se kushtet e Islamit janë 5. E para shahadeti, me thonë 2 dëshmit. Me njëherë pas shahadetit vjen namazi, vjen zeqati, vjen agjërimi, vjen haxhi. Pra, pas kësaj fjale të madhe, pas kësaj dëshmie të madhe, vin obligimet. Vin obligimet të cilat na ka obligu Allahu subhanahu wa taala. Na vinë farzët që na duhet mi kry patjetër, edhe nuk ban mi lanë asnjëherë. Se çdo punë që e bajna, çdo punë të mirë që e bajna në të mirën tonë. Allahu subhanahu wa taala s'ka nevojë për punët e tona, për veprat e tona çka i bajna. Po na, nëpërmjet këtyre veprave të mira çka i bajna, kina dobi sa afrohemi te Allahu subhanahu wa taala, e fitojna kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, e fitojna dashurinë e Allahut dhe Allahu na fut në xhenet. Tauhidi i bën më të lehta veprat dhe punët për robin dhe ja bën atij më të lehtë braktisjen e gjunaheve. Muvahidi njësuesi i Allahut, ai i cili është me iman dhe me besim të pastër dhe të qiltërt, ai do ta ketë më lehtë me bëj vepra të mira. Do ta ketë më lehtë mi kry obligimet, mi kry farzët, mi kry sunetet, mi kry çdo vepër të mirë të cilën na ka porosit pejgamberi alayhis salam. Muvahidi njësuesi i Allahut në tokë e ka shumë më lehtë mu largu prej gjunave, se e dim se Allahu na ka ndalu këtë vepër dhe këtë vepër, edhe largohet më lehtësisht se e njëson Allahun subhanahu wa taala dhe e din vlerën e tauhidit, njësimit të Allahut, edhe i din dëmet dhe të këqijat e shirkut, kufrit edhe mëkateve veprave që Allahu është i hidhruar me neve. Tauhidi i lehtëson robit
dhimbtat edhe mundimet që i kanë jetën e kësaj bote dhe jetën e botës tjetër. Pra muvahidin Jezusi Allahut në tokë do ta ketë lehtë kudo. Do ta ketë lehtë në jetën e kësaj bote, do ta ketë lehtë edhe në jetën e botës tjetër. Pra muvahidi e ka lehtë ka të shkoje, e ka mirë ka të shkoje. Tauhid, muvahidin Jezusi Allahut në tokë është në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Është në faljen e Allahut subhanahu wa taala. Se Allahu e ka ndaluar, e ka bë haram që dikush i cili e njëson Allahun subhanahu wa taala që me prek zjarmi i xhenemit. Elus Allahun e madhëruar me na bë për njësuesve të Allahut në tokë, për muvahidave të Allahut në tokë. Elus Allahun e madhëruar me na mbrojt prej shirkut, kufrit, nifakut, për hipokrizia dhe për çdo vepre të keqe. Elus Allahun e madhëruar me na fal me faljen e tij të madhe, me na mëshiru me mëshirën e tij të madhe. Elus Allahun e madhëruar me na bë prej banorëve të xhenetit Firdaus. Elus Allahun e madhëruar me na mbrojt prej zjarmit të xhenemit, me na mbrojt prej çdo fjale, prej çdo vepre që na çon në zjarmin të xhenemit. Elus Allahun e madhëruar me na mbrojt prej sherrit të njerëzve, xhenëve dhe shejtanëve. Elus Allahun e madhëruar me na bë prej atyre të cilat Allahu na dën neve dhe fitojnë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Elus Allahun e madhëruar me na ndriçon natën e varrit, me na lehtësu urrën e siratit dhe elus Allahun subhanahu wa taala me na tubun xhenet, çashtu që na ka tubun këtë vend, në këtë shtëpi të Allahut subhanahu wa taala. Dhe lutja jonë e fundit është walhamdulillahi rabbil alamin, falënderimi të kanë Allahut Zotit të botrave.